nënçmuese. Total. Po, edhe ideja është që ka pas shumë gjëra që janë thonë për mos mu pranu kërkesa vetëvendosjes. Sakt, dhe më dhe letra u bo për mi thonë mos më hajde. Mos më hajde, që kjo ka një ideja. Edhe me që mesazhin të elektoratit LDK-s, se kjo e ka target elektoratin e LDK-s. Po, aty e ka qëllimin. Pse të njëjtën letër, veç u do është me ndru emrin e subjektit dhe emrin e kryetarit, me aqu PDK-s. Pse se bën? Ja, se bën ato. Pse se ka bën? Jo se ka mujtë PDK mi thonë po, vi edhe me një koalicion. Me një koalicion edhe... Pse po mendoni që PDK është më e gatshme të hyjë në një koalicion me vetëvendosje? Është më e gatshme me fol, me diskutu edhe mi pa mundësi. Sepse elektoratin e ka të etabluar. Domethënë elektorati i Partisë Demokratike nuk lëviz. Edhe po fut Partia Demokratike me vetëvendosjen e pushtet, e çmonton për shkak se vetëvendosja është shumë mire për shune me një tabel që e kanë qitë në sheshin George Bush. Ndalohen punimet. Ata i kanë ndalu punimet në këtë vend. Ata s'dojnë me punu, në se cilën gjo, na shohem edhe në Prishtinë, edhe se cilën komunë ku qeveriset nga subjekte tjera, ndalohen punimet. Ma shumë ki investime në Kamenis, e në shtime se sa në qendrat kryesore, si po e zënë Prishtinën, ose Prizrenit. Që 5 vjetë gati kryeministër, ose që 4 vjetë që ka orë kryetari Rama në qeverisje, asë njerë kryeministër se ka marrë mundin nga qeveria me shku në komunë, me vizitua dhe me pa, në qoftë se e kishte pas për interesin publik dhe qytetarëve. Më thonë, këti nuk i interesan e pjesë. Ky vend, me lëvizjen vetëvendosje u bë, ndalohen punimet. Shala, me qenë se përmendet që ftesa për LDK-n për Kurtin ishte ajo që do të merrte një përgjigje jo. Po pse pra nuk e bëri edhe për AK-n, me qenë se ka pasur një qëndrim stoik më kundërshtues ndaj unë ta thash, letra ka qenë totalisht e pasinqert. Letra ka qenë për me bani, është pjesë e fushatës që e ka nisë ky. Ky është pjesë i saj fushatë, para fushatës, si pëthamone, e ka nisë për me shku në zgjedhje. Edhe i vetmi target edhe